Me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht do të lexojmë nga Dhjata e Vjetër, një psalm shumë i bukur, psalmi 73. Me hirin e Zotit, psalmi 73. Me siguri Perëndia është i mirë me Izraelin, me ata që janë të pastër nga zemra. Për sa për mua, gati po më pengoheshin këmbët dhe për pak hapat e mi do të shkisnin. Sepse i kisha zili mburravecët duke parë mirëqenien e njerëzve të këqinj. Sepse nuk ka dhembje në vdekjen e tyre dhe trupi i tyre është i majm. Ata nuk po heqin si vdekatarët e tjerë, as besojnë goditje si njerëzit e tjerë. Prandaj kryelartësia i rrethon si një gjerdan dhe dhuna i mbështjell si një rob. Syt u dalin jashtë nga dhjami dhe përfytyrimet e qëroditura të zemrës të tyre vërfshojnë. Ata tallen dhe kurdisin me pabesi shtypjen, flasin me arrogancë, e drejtojnë gojën e tyre kundër qiellit dhe gjuha e tyre përshkon tokën. Prandaj njerëzit e tyre kthehen nga ajo anë dhe pinë me të madhe ujërat e tyre, dhe thonë si është e mundur që Perëndia të di çdo gjë dhe të ketë njohuri të shumë i larti? Ja, këta janë të pabes, megjithatë janë gjithnjë të qetë dhe i shtojnë pasuritë e tyre. Më kot pra pastrova zemrën time dhe i lava duart në pafajësinë time, sepse jam goditur tërë ditën dhe jam ndëshkuar çdo mëngjes. Sikur të kisha thënë, do të flas, edhe unë kështu, ja do të kisha mohuar brezin e bijve të tu. Atëherë kërkova të kuptoj këtë gjë, por ajo më duk shumë e vështirë. Derisa hyra në shejtnoren e Perëndisë dhe mora parasysh fundin e tyre. Me siguri ti i vën në vende të rrëshqitshme dhe kështu i bën që të bien në shkatërrim. Si u shkatëruan në një qast? Ata vdiqen në të konsumuar nga tmerri, ashtu si në një ëndër kur zgjohesh, kështu edhe ti o Zot kur të zgjohesh do të përbuzësh pamjen e tyre të kotë. Kur zemra ime acarohej dhe e ndjeja veten sikur më shponin nga brenda, unë isha pa mend dhe pa kuptim, para teja isha si një kafsh. Por megjithatë, unë jam gjithnjë me ty. Ti më ke kapur nga dora e djathtë, ti do të më udhëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi. Cilin kam në qiell veç tejet, dhe mbi tokë nuk dëshiroj tjetër njeri veç tejet. Mishi im dhe zemra ime nuk mund të ligështohen, por Perëndia është kështjella e zemrës time dhe pjesa ime në përjetësi, sepse ja, ata që largohen prej teje do të vdesin. Ti shkatërron tërë ata që duke kurvëruar largohen prej tejet. Por sa për mua, e mira është t'i afrohem Perëndisë. E kam bërë Zotin tim, Zotin strehën time për të treguar gjithë veprat e tua. Amin, fjalës të Zotit. Psalm i Asafit, ku emri i tij do të thotë dele e bardh. Ka një karakteristikë, është plot me qumësht. Dhe falenderojmë Perëndin për këtë. Dhe tregon besimin e tij përpara Perëndisë, duke thënë se me të vërtet është i mirë Perëndia në Izrael. Me të vërtet është i mirë tek ata që kanë zemrën të pastër. Por kjo që thot por është shumë serioze. Këmbët e mia thot mu për pak më rrëshqitën këmbët e mia. Pra, shef diçka rreth e qark këtij, dhe çfarë shef? Shef njerëz të pamend dhe të pandershëm dhe të kenë mbarësi. Këtë shef rreth e qark këtij. Të pabesët janë ato që nuk kanë frikën e Perëndisë dhe që nuk kanë turp dhe përpara njerëzve. Dhe të marr të kenë mbarësie, dhembje nuk ka në to, forca e tyre është e qëndrueshme. I humb shpresat e veta pra psalmisti këtu. Nuk mundohen thot sikur njerëzit e tjerë
dhe as nuk fishkollohen me njerëzit e tjerë. Për këtë arsye, për to krenaria dhe mburrja i rrethon ato, kryelartësia e rrethon dhe dhuna i mbështjell si një rob. Pra janë të mbuluar plotësisht në kryelartësinë dhe në dhunën. Syt u dalin thot jashtë nga dhjami. Te i kaluan dëshirat e zemrës të tyre, do më thënë më tepër nga çdo zemra shijuan. Dhe si rezultat, tallen dhe gurdisin me pabesi shtypjen dhe flasin me arrogancë. Pra kryelart, do më thënë krenar të mëdhenj, këto shef rreth e qarkëti. Ky është ambienti i Asafit që e rrethon. Krenari, dhunë, gënjeshtër, e të mërshme. Perëndia të na ruaj. E drejtojnë gojën e tyre kundër qiellit dhe gjuha e tyre përshkon tokën. Prandaj njerëzit e tyre kthehen nga ajo anë, pra njerëzit e Perëndisë, drejtohen tek ata dhe pinë me të madhe ujërat e tyre. Pra përshëndet të tyre pinë të gjithë. Dhe jo vetëm kjo, por edhe i thonë duke përçmuar Zotin e plotfuqishëm duke thënë, si është e mundur që Perëndia i njeh këto gjëra? Perëndia me të vërtet i njeh këto njerëz. A ka dituri dhe njohuri tek shumë i larti? Pra kjo është një dyshojnë diturinë e Perëndisë dhe njohurinë e të vërtetës të Perëndisë. Ato janë thot të pabes dhe janë pabes, por kanë gjithnjë mbarësi dhe pasurohen. Këto shef Asafi dhe mundohet shpirti i tij i drejtë, duke thënë e të mërshme kjo. Pra, në fund thot, më kot pra pastrova zemrën time, kot i lava duart e pafajësisë time, kot e pastrova zemrën. Pra, kotësi e kotësive, gjithçka e kot është në jetën time. Sikur se thot shkrimi, thot, nëpërmjet shumë mundimeve, sikur thot shkrimi, do të hym në mbretërinë e qiejvet, unë u godita gjithë ditën dhe jam dëshkuar çdo mëngjes. Dhe kush e thot këtë? Shërptori i Perëndisë. Unë dëshkova, thot, çdo mëngjes. O Zoti i madh. Por është momentit këtu tani një tutje që vjen në vete, pa pritur, dhe thot, sikur të kisha thënë, do të flas dhe unë kështu, do të kisha mohuar brezin e bive të tu, pra të Perëndisë, Perëndia të na ruaj. Por njeriu ka frym, por frymëzimi të plotfuqishmit e ndriçon atë. Erdhi pa pritur frymëzimi i Perëndisë në të, frymëzimi i të plotfuqishmit ndriçon mendjen e tij dhe mendon ku do të marr përgjigjen, kush do të më zgjidh pikpyetjet e mia, sikur se shoh ç'bëhet rreth e qarkmejet me të pabesët dhe me kryelartët, dhe me mashtruesit dhe me të pabesët. Ku tjetër, përveç se tek altari i Perëndisë, ku atëherë ishte çadra e beslidhjes, shtëpia e Perëndisë, vendi ku adhurohej dhe zbulohej Perëndia. Pra tek shejtnorja. Dhe për ne shejtnorja jon është nëse don të lutesh dhe të takosh aty atin tënd qiellor, hyr në dhomën tënde të lutjes, mbyllë deren dhe aty të pret aty yt qiellor, Perëndia i qiellit dhe i dheut. Aty hape zemrën, rrëfeja mëkatet e tua, fali të gjithë ato që të kanë bërë keq në mënyrë që të falesh edhe ti, dhe aty do të kuptosh ato që Perëndia ka për të zbuluar. Dhe çfarë kuptoj me një surprizë? Kuptoj fundin e tij,
fundin e çështjes. Sepse të gjithë ne kemi fillimin, kemi mesin dhe kemi dhe fundin. Dhe fundi jon duam të jetë qoftë të gjallë apo qoftë të vdekur në Krishtin Jezus, rrëmbimi i kishës. Kjo është dëshira e shpirtit tonë. Ashtu sikur se thotë dhe apostulli Paul, luftën e mirë luftova, udhën e mbarova, besimin e mirë mbajta, betejën e mirë e luftova, besimin e mirë mbajta, dhe tani nuk më mbet e tjetër përveç se kurora e drejtësisë, ku atë ditë do të ma jap mua gjykatës i drejtë, dhe jo vetëm mua, por do t'ua jap të gjithëve sa dëshirojnë me gjithë zemrën e tyre rrëmbimin e kishës. Ky është pyetja e madhe. Çfarë do të doje më tepër se gjithçka tjetër në jetën tënde? Dhe përgjigja është rrëmbimin e kishës. Kjo është përgjigja. Dhe ajo që i zbulon është se si nëpërmjet si u shkatëruan në një qast ata që vdiqën të konsumuar nga tmerri, ashtu si në një ëndër kur zgjohesh, kështu edhe ti o Zot, kur të zgjohesh, do të përbuzësh pamjen e tyre të kotë. Sa e tmerrshme është kjo, Humbje e përjetshme është kjo. Jetë të përjetshme, humbje e përjetshme, nuk ka rëndësi tani, as e nesërmja. Rëndësi ka fundi i jon, ku mvaret nga shumë gjëra, veçanërisht nga betejë e mirë që bëjmë. Ashtu sikur se dhe thot apostulli Paul, bëhuni imituesit e mi, sikur se unë imitues i Perëndis. Imitues të Jezu Krishtit të bëhemi të gjithë ne, lavdi emrit të Zotit. Në këtë mënyrë, zemra ime acarohej dhe ndjeja veten sikur më shponin nga brenda. Dhe isha i pamend thash në mendjen time dhe pa kuptim. Para teja ishe si një kafsh sepse nuk kuptoja gjë kur thoja ato që thoja. Por megjithatë unë jam gjithmonë me ty. Ti më ke kapur nga dora e djathtë. Dhe tani hym ose futemi në një paragraf të veçantë ku është për mua personalisht është paragrafi më i dashur e mia. Ti do të më udhëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi. Dhe shikon, nuk thot nëpërmjet këshillave të tua, por nëpërmjet këshillës sate, një këshill. Cila është kjo këshill e vetme? Nëpërmjet këshillës tënde do të më drejtosh dhe pastaj ti do të më çosh në lavdi. Ti do të punosh për lavdin time. Ti do të më shërbesh për lavditë e Perëndis atë. Ashtu sikurse i bindesh dhe drejtohesh nëpërmjet këshillës time të vetme, o Zot Perëndi. Dhe dëshmon duke thënë, cilin kam në qiell veç tejet, dhe mbi tokë nuk dëshiroj tjetër veç tejet. Dhe përmbledhja e kësaj është thot se përfundimisht mishi im dhe zemra ime nuk mund të ligështohet. Por Perëndia është kështjella e zemrës time dhe pjesa ime në përjetësi. Ky është misioni jonë, të dëshmojmë Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar, të dëshmojmë Jezu Krishtin Zot dhe Perëndi tonin, përpara të gjithë njerëzve. Por dua të qëndroj në këtë paragraf që kaq shumë më pëlqen. Nëpërmjet këshillës sate do të më çosh pastaj ti pra Perëndi, një këshill do të më japësh. Ti do të më drejtosh nëpërmjet këshillës sate dhe pas të gjitha këtyre do të më marrësh në lavdi. Dhe tani pyetja është se cila është kjo këshill? Kjo këshill kaq trënditëse me të cilën Zoti do të na drejtojë dhe rezultati do të jetë që të na marrë në lavdinë e tij.
Dhe fjala e Perëndis thot diçka shumë serioze, duke treguar këshillën e veçantë të Perëndis për të gjithë ne. Mos u shqetësoni pra, sikur të pabesët, duke thënë se çfarë do të ham dhe çfarë do të pim dhe çfarë të vishemi, sepse të gjitha këto i kërkojnë ato jo paganët, sepse Perëndia e din se çfarë keni nevojë. Por përpara së gjithash, kërkoni një këshill. Kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij dhe gjitha këto gjëra do t'ju ushtohen. Kjo është një këshill me të cilën Perëndia na drejton në gjithçka. E mrekullueshme është, vëllezër dhe motra, të na drejtojë në gjithçka. Dhe rezultati është se në qoftë se kërkojmë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, është që të na marrë Zoti në shërbim të tij, në mbretërinë e tij, në praninë e tij, por në mënyrë të lavdishme bijtë të Perëndisë. Jo, më falni për shprehjen, të krishterë të vegjël, por bijtë të Perëndisë të lavdishëm, plot me frymë të shenjtë dhe me forcë. Sa serioze pra është që të kërkojmë përpara së gjithash, përpara gjithçkaje tjetër, të kërkojmë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij. Por pyetja që ngjitet fill në zemrën tonë është se cila është mbretëria e Perëndisë. Dhe këtë do të na jap këtë përgjigje apostulli Paul tek Romakët, duke na thënë se mbretëria e Perëndisë nuk është të ngrënit dhe të pirit dhe të kaluarit mirë. Mbretëria e Perëndisë së pari është drejtësia e Perëndisë, jo drejtësia e njeriut, sepse drejtësia e njeriut është një rrobë e njollosur, por drejtësia e Perëndisë. Cila është drejtësia e Perëndisë? Nga që Perëndia është dashuri, cila është drejtësia e tij? Është dashuria e Perëndisë atë që të derdhet në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë dhe kështu të kemi jo një dashuri toksore, njerëzore dhe të pavlerë, ku nuk mund të bëjmë asgjë me atë lloj dashurie, por të kemi dashurinë e Perëndisë atë që do të drejtojë hapat tonë në praninë e Perëndisë. Pra e para, drejtsinë e Perëndisë dhe jo drejtsinë e njeriut. Drejtsinë e Perëndisë që është dashuria e Perëndisë atë që jepet në zemrat tona vetëm duke u përmbushur dhe nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe zemra jonë mbushet nga dashuria e Perëndisë. Dhe mundemi me të vërtet të duam dhe mundësisht sikur se na thot fjala e Perëndisë, duani njëri tjetrin sikur unë ju kam dashur. Dhe pyesja gjithmonë veten, a mund ta dua unë gruan time, fëmijët e mi, vëllezërit e mi sikur Krishti na ka dashur? E pamundur. Vetëm në qoftë se shkoj në dhomën time të lutjes, gjunjëzohem, lutem, mbushem me frymë të shenjtë dhe kërkoj dashurinë e Perëndisë atë që të mbush zemrën time, dhe kjo dashuri që mbush zemrën time të më ndihmoj që të duam njëri tjetrin sikur se Krishti më ka dashur. Dhe kur fjala e Perëndisë thotë të duam njëri tjetrin, do të thotë të dua, por edhe të ndihmoj që të më duash edhe ti. Kjo është të duash njëri tjetrin. Të dua, por ulem përpara tejet dhe luftoj të më duash edhe ti. E dyta, paqja nëpërmjet Jezu Krishtit, sikur se thot Krishti. Nuk u jap paqen që u jep bota, unë paqen time ju jap. Dhe gjithmonë të afrohet, nëse afrohet dikujt Krishti, çfarë i thot? I thot paqja në ju. Ashtu sikur se na jep paqen e tij. Nuk ka paqe tjetër të tillë si paqja e Krishtit. Paqja e Krishtit të mbush zemrat tona. Të jetojmë në çdo me ndërgjegje të pastër dhe me paqe të Krishtit. Dhe e treta është dhe gëzimin e frymës të shenjtë. Ku vetëm fryma e shenjtë mund ta mbush zemrën tonë me gëzim,
vetëm fryma e shenjtë, sepse fryma e shenjtë na drejton në çdo të vërtetë. Dhe vetëm fryma e shenjtë na zbulon të ardhmen, dhe duke njohur të ardhmen që na zbulon fryma e shenjtë, mbushet zemra jon me gëzim, sepse e ardhmja jon është rrëmbimi i kishës. Çfarë gëzimi tjetër mund të na mbush zemrën tonë? Dhe kështu jemi plot me fryt të frymës të shenjtë, dashurinë e Perëndis, gëzimin nëpërmjet frymës të shenjtë dhe paqen nëpërmjet Jezu Krishtit dhe të gjithë të tjetër. Dashuri, paqe, gëzim, durim, besim, vetkontroll, perëndishmëri, gjithë frytin e frymës të shenjtë, pra me hirin e Perëndis. Nuk i thash dot që të nënt elementit e frymës të shenjtë. Dhe kushdo që prej nesh punon dhe i shërben Perëndis me frytin e frymës të shenjtë, së pari e kënaq Perëndin dhe e dyta ka mbarësi, është punëtor i papërtuar që mban fjalën e të vërtetës, ka mbarësi përpara njerëzve, në mënyrë që duke kërkuar për paqen dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Sa bukur që është. Mos kërko pra vetëm për veten tënde, por edhe për të tjerët. Paqen dhe ndërtimin e njërit për tjetrin. Por përveç mbretërisë të Perëndis, ekziston edhe drejtësia e Perëndis. Drejtësia e Perëndis, që është diçka e veçantë, ku na e zbulon fjala e Perëndis në letrën e fundit të shkrimit, në letrën e tretë të Gjonit. Më të mirat dhe të vazhdueshmet për shpëtimin tonë, sikurse Gjoni, plaku, kështu e quan veten e vet, është tani me dishepull i dashur i Krishtit, atë të cilin Krishti e donte shumë. Dhe ai duke i u drejtuar Gajit të riut, të cilin e dëshmon se thot se e dua në të vërtet, dhe i uron. Sa urim i bukur, vëllezër dhe motra të dashur. Uron Gajos Ioani ose Gjoni dhe ty dhe mua Jezu Krishti, biri i Perëndis të gjallë. Vëlla dhe motër, na uron Jezu Krishti duke thënë: shumë i dashur, dëshiroj të kesh mbarësi në çdo gjë, pra çfarëdo që të bësh në këtë jetë, që të jap mbarësi Perëndia, ma a është e mundur të jetë ose të ekzistojë një njeri i tillë? Patjetër, Gajo, por edhe kushdo tjetër nga ne që ka karakteristikat e Gajit që do t'i shohim tani. Të uroj vëlla shumë i dashur Gajo, dhe ne na urohet Krishti sot, nga që erdhem në kish dhe jemi shumë të dashur të Zotit, të kesh mbarësi, jo të kemi mbarësi të gjithë, por ti personalisht të kesh mbarësi. Ti personalisht bir ose bi e Perëndis, të kesh mbarësi në gjithë shka, të kesh shëndet, trup, shpirt dhe frymë, të jesh në shëndet të plot, frymëror, shëndetësor dhe trupor. Por si, ashtu sikur se ka mbarësi shpirti yt. Pra, pyetja kritike është këtu që si ka mbarësi shpirti i Gajit dhe si do të ketë mbarësi edhe shpirti im, në mënyrë që të kem mbarësi në gjithçka dhe të kem shëndet në gjithçka. Si? Dhe këtu vjen për të na zbuluar Perëndia karakteristikën e dytë, që thot: kërkoni së pari mbretërinë e Perëndis që tham, që kush shërben dhe punon në këtë, ai e kënaq Perëndin dhe është i sprovuar në mes të gjithë njerëzve. I sprovuar për Perëndin, punëtor i papërtuar që mban fjalën e të vërtetës.
por tani është edhe gaj. Një djalë i ri, ku urimi i Gjonit, i ri në mosh, nuk është ndonjë i madh në mosh që bëri shumë punë, i shërbej Zotit vite, lavderoi Perëndin vite në jetën e tij, por është një i ri i porulur. Por ka dy karakteristika të bekuara që përbëjnë drejtsinë e Perëndis. Karakteristika e parë e bekuar, thot shkrimi: u gëzova shumë kur erdhën disa vëllezër dhe dëshmuan për besnikërinë tënde. Çfarë dëshmojnë? Se ti nuk ke vetëm të vërtetën, por edhe se si ecën në të vërtetën. Dhe cila është e vërteta? Unë jam udha, unë jam e vërteta, unë jam jeta. Cila është e vërteta? Jezu Krishti, fjala e Perëndis. Ecën plotësisht në të vërtetën. Jo thjesht e njeh të vërtetën, nuk mjafton vetëm të njohim fjalën e Perëndis, mirë është që ta njohim. Këto studio në këto qëndro dhe atëherë përparimi do të jetë i dukshëm tek të gjithë njerëzit. Amen. Por kujdes në veten tënde që të mos mburresh kur të kesh mbarësi. Mos të krenohesh. Ki kujdes për veten tënde, por edhe në doktrinën, sepse është djalli i cili mashtron gjithë faqen e dheut që don të mashtrojë qoftë e mundur edhe të zgjedhurit. Kujdes. Ruaje zemrën tënde, biri yt, sepse prej saj vijnë gjithçka që bëhet në jetën tënde, pra prej zemrës. Pra shumë e rëndësishme të dashur vëllezër dhe motra, të kemi të vërtetën dhe të ecim në të vërtetën. Jo sikur të duam, jo çfarë të duam, jo çfarë të jetë apo si të jetë, por në gjithçka, në ungjillin e Jezu Krishtit dhe të mos shmangemi as majtas apo djathas, por të ecim në gjurmët e Krishtit. As djathas, as majtas. Përpara nesh Krishti dhe ne në gjurmët e tij. Hap ai, hap edhe ne pas tij. Ku do të arrim? Në mbretërinë e Perëndisë do të arrim kështu. Për këtë arsye e përsëris, apostulli Paul thot: luftën e mirë e luftova. Cila është lufta jote e mirë? Mundohuni të hyni nëpërmjet derës të ngushtë, sepse e ngushtë është dera, e vështirë është udha, por ajo të drejton në mbretërinë e Perëndisë, mbretërinë e qiejvet. Nga ana tjetër e gjerë dera, e kollajt udha, por ajo të drejton në humbje. Më kujtohet një herë, nuk e di ishte ëndër apo vegim nate. Isha në krevatin tim dhe ecja, dhe sikur ecja në një udhë, djathas pash një derë të gjerë, të artë, dhe majtas pash një derë të ngushtë në të majtë. Dhe them brenda me jetë, kujdes të mos shkoj nga ajo derë andej, nga kjo do të shkoj e gjera, e artë, të shkoj të hy në atë derë të ngushtë dhe të hy me zorbë në te. Dhe me të vërtet u futa tek ajo dera e gjerë dhe pash përpara meje një udhë të mrekullueshme. Lule dyshez ishte, ecje dhe ishe i lumtur duke ecur në te. Për ndërsa hyra dhe bëra hapat e para në te, vjen fryma e shenjtë, më mori, më çoi lart dhe më çoi në fund të udhës. Dhe sapo arrita atje, pash poshtë dhe ishte humner. Shoh më mirë dhe pash humbjen e përjetshme. Thashun, vrap të kthehem mbrapsht. Dhe them tani çfarë do të bëj? Do të shkoj nga dera e ngushtë, thash. Çfarë të bëj tani? Këto e kam përjetuar, vëllezër dhe motra. Çfarë do të bëj tani? Dhe me shumë vështirësi, do të thoja edhe duke u lodhur shumë, nëse më lejohet si shprehje, u futa në derën e ngushtë. Gjetë përpara mejet u gjenta në një udhë shumë të keqe. Udhë me gjemba, me gur, malore. Eca, 2-3 hapa dhe thash si do të vazhdojnë kështu.
Dhe vjen përsëri fryma e shenjtë më mori dhe më çoi në fund të asaj udhe. Dhe kur arrita në fund, gjendem përsëri tek një humner dhe kur shoh poshtë, çfarë të shoh? Mbretërinë e Perëndisë. Po sa e mrekullueshme ishte ajo. Dhe mora vendimin, thash, të hyj, të luftoj. Nuk është thjesht, por duke luftuar dhe duke u munduar të hym nëpërmjet derës të ngushtë, sepse ngushtë është dera, e vështirë është udha, por ajo të drejton në mbretërinë e qiejvet. Aleluja. E ngushtë dera. Për këtë arsye dhe apostulli Paul thotë se luftën e mirë e luftova. Udhën e vështirë e mbarova. Besimin në atë udhë shumë të vështirë e mirëmbajta dhe kështu arrita në fund. Dhe tani s'më mbetet tjetër përveç sekurores të drejtësisë, të cilën do të ma jap gjykatësi i drejtë atë ditë. Dhe jo vetëm mua do të ma jap, por të gjithëvet, juvet, thot apostulli Paul, të gjithëvet që doni me gjithë zemrën tuaj dhe dëshironi me gjithë zemrën tuaj, çfarë gjejet? Rrëmbimin e kishës. Çfarë tjetër do vëlla dhe motër nga kjo jetë? Çfarë tjetër të dua? Lavdi, pasuri, mbarësi? Fundi do të jetë humbja. Çfarë tjetër don? Rrugë të vështirë, rrugë të mundueshme? Po për fundi është mbretërie e qiejvet. Nuk është edhe kollajt ta zgjedhësh, por e falenderojmë Perëndin sepse të gjithë sa e zgjodhen tani shijojnë dhe shpresoj edhe ne dikur, sepse sot jemi nga ato që zgjodhem udhën e vështirë dhe derën e ngushtë. Të gjithë ato që e zgjodhen sot janë në përqafim të Krishtit dhe presin të vdekur, por të rinjallen, ashtu sikur se ne tani presim të gjallë që të shëndërrohemi. Në mënyrë që ky trup i prishëm të vesh mos prishen, unë jam 80 vjeç tani, ky i vdekshëm të vesh pa vdeksin, dhe do të jemi të gjithë së bashku në mbretërinë e qiejvet. Për një moment sa hapet dhe mbyllet syri, kur të dëgjohet urdhëri i Perëndisë, zëri i kryengjullit që thot ja dhëndri po vjen, dhe boria e fundit e Perëndisë, ku për një moment sa hapet dhe mbyllet syri njeriut, të vdekurit do të ringjallen të paret, pastaj të gjithë ne që do të mbetemi, do të shëndërrohemi për të takuar Zotin ton në ajër, në ret, lavdi Perëndisë. Por ajo që ka rëndësi të madhe dhe nuk duha ta harrojmë kurrë, është dëshira e Krishtit. Sa serioze është të ecim në vullnetin e Krishtit, i cili në trajt të Perëndisë duke qenë fjala e Perëndisë, fjala e Perëndisë. Nuk mendoj që të rrëmbehej sikurse Ati e dërgoi, fjala e Perëndisë u bë mish. Nuk mendoj të rrëmbehej që të mos jetë Perëndi për të jetë një person tjetër i njëjtë me Perëndin. Nuk e mendoj kështu. Nuk mendoj që të jetë i njëjtë me Perëndin, pra se i hoqen lavdinë e tij hynore të Perëndisë, por e boshatisi veten e tij, duke marrë trajt shërptori, duke u bërë i ngjashëm me njerëzit dhe duke qenë sikur njeri sipas trajtës të tij njeri, e përuli veten e tij me një përulje të veçantë. S'ka përulje më të përsosur se përuljen të Jezu Krishtit, duke u bindur plotësisht në fjalët e Atit të tij. Dhe ne, përulja jon e përsosur është që të bëhemi të njëjtë me Jezu Krishtin, në gjithçka, në çdo pikpamje.
Për këtë arsye edhe Ati Perëndi e lartësoi. E ringjalli nga të vdekurit. Dhe tani është i parlinduri nga të vdekurit në qiell. Dhe i dha atij emër mbi çdo emër, përpara të cilit do të gjunjëzohet çdo gjuhë, qiellor, toksor dhe nëntoksor, dhe çdo gjuhë do të rrefej atë Zot të zotërve dhe mbret të mbretërve. Zot të plotfuqishëm. Në të njëjtën mënyrë do të lartësoj edhe ty atë ditë që do të dëgjohet boria e fundit e Perëndisë dhe do të jesh i njëjtë me te. Sikur se thot Jezu Krishti, sikur se mua me ka dërguar Ati, me të njëjtën mënyrë ju dërgoj edhe unë ju. Na dërgon Jezu Krishti. Aleluja. Për çfarë na dërgon? Që të kryejmë vullnetin e tij të mirë dhe të përsosur. E dërguar je të gjithë ne jemi të dërguar të Krishtit, që të rrefejmë Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. O Zot Perëndi. Për këtë arsye, le të kemi këtë mendje të Krishtit, këtë mendim, që të na lartësoj. Ndryshe, nuk do të lartësohemi. Nëse nuk e përulim veten tonë deri në vdekje, por kurse për ne deri për dhe. Krishti e përuli veten e tij dhe u bind deri në vdekje. Dhe ne të përulemi deri në dhe, deri për tokë, dhe të themi se jam më i pakti i gjithë të shenjtëve, më i vogli nga të gjithë. Unë do ta them. Unë, o atë, në lutjen time, sa herë që lutemi them, o atë, jam më i vogli gjithë të shenjtërve. Dhe këtë kur e tha Jezu Krishti? Kur dërgoi tek pali engjëllin e Satanit që ta godas. Është e vështirë, e të mërshme, të godas engjëlli i Satanit. U lut një herë dhe nuk mori përgjigje, u lut të dytën dhe nuk mori përgjigje. Për më rëndësishmja është u lut të tretën herë dhe Zoti i tha: mjaft, i thot, se kjo gjë që të ndodh ty është hir për ty, sepse kur përulja jote pal, vëlla, të bëhet e plot, atëherë forca e Perëndis do të shfaqet në mënyrë të përsosur në ty. Përulja jote e plot përpara Perëndis dhe njerëzve. Dhe për këtë arsye thot dhe pali se kënaqem për mundimet e mia, për të gjitha sa më ndodhin nga njerëzit, nga çdo gjendje që më prek. E falenderoj Perëndin sepse kur jam i përulur në jetën time, atëherë është i fuqishëm Perëndia në mua. Përuluni pra në krahun e shtrirë të Perëndis, dhe ai ka për t'ju lartësuar në kohën e tij. Përuluni, por keni kujdes, çdo shqetësim tuaj hidheni tek ai, sepse ai është i vetmi që interesohet për ty. Kush? Jezu Krishti dhe ky i kryqëzuar. Kështu pra, karakteristika e parë e Gait ishte se ka të vërtetën, por jo vetëm me kaq, por edhe ecën në të vërtetën. Duke dëshmuar gjoni, duke dëshmuar Krishti sot për ne, se gëzim më të madh nuk kam nga kjo që të dëgjoj se bitë e mi ecin në të vërtetën. Kjo është drejtësia e Perëndis, e vërteta e Ungjillit. Vetëm e vërteta e Ungjillit është ajo ku përfshihet në drejtësinë e Perëndis, që është e vetmja, e para dhe e veçanta urdhër, që thot kërkoni së pari mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij, por ka edhe tjetër karakteristikë. I dashur Gai, ti vepron me besnikëri në të gjitha ato që bën për vëllezërit dhe të huajt. Ata dëshmuan, pra aja dëshmia e mirë që vjen nga jashtë,
dëshmuan për dashurinë tënde përpara kishës dhe ti të bësh mirë të kujdesesh për udhëtimin e tyre në mënyrë të denjtë për Perëndin. Përse? Sepse të gjithë ato dolen për emrin e tij, pra për emrin e Perëndis, pa marrë asgjë nga jo hebrejt. Kjo është udha jonë, vëllezër dhe motra. Të dërguar të Zotit, pa marrë asgjë nga jo hebrejt. Ne pra kemi për detyrë që t'i presim këta njerëz me dashuri, që të jemi bashkëpunëtor në çështjen e të vërtetës. E din çfarë do të thotë të bashkëpunosh për të vërtetën, të bashkëpunosh me Krishtin, me kishën e parë apostolike, të bashkëpunosh me vëllezërit e tu në të vërtetën dhe në dashurinë e Ungjillit. Kjo është drejtësia e Perëndis, dashuri dhe vërteta. Kush ecën me këtë, ecën nga hiri në hir, nga lavdia në lavdi dhe nga bekimi në bekim. Shumë kam për të thënë akoma, por dua të them një provojë ku përpara vitesh ishim në kishën e vjetër të Kifisjas. Ishte një vëlla që kishte bërë një të keqe të madhe në mua dhe shumë të keq bëri edhe në kishë dhe mori iku nga kisha dhe mori me vete edhe shumë të tjerë. Unë atë nuk mund ta falta. Por lexova që thoshte falni që të faleni, bekoni që të mund të bekoheni, por nuk mundja. Zemra ime nuk e mbante dot. Dhe vazhdova një betejë lutjejet. Më kujtohet lutesha çdo darkë atëherë edhe tani lutem në zyren time dhe thoja, o Zot, më bëj që ta dua atë, më bëj që ta fali atë. Kaloi shumë kohë, muaj, dhe një moment zemra ime erdhi dhe u zbut. Dhe ndërsa isha i gjunjëzuar, thash, o Zot, e fali. Bekoje, thash, o Zot, bekoje shumë. Dhe kisha gëzim kur e thash këtë. Por kur e thash këtë, dëgjova zërin e Perëndis, sikur dëgjoni ju zërin tim tani. Dhe më tha Zoti, ta bekoj më tepër se sa ty. Dhe atëherë u ngritëm këmbë. Vazhdova të sillim rreth e qark tavolinës. E jo dhe më tepër se mua, o Zot, jo dhe më shumë se mua. Ç'është kjo gjë tani? Ta bekosh më tepër se mua? Por e dija se ky ishte vullneti i Perëndis, i mirë dhe i pëlqyer edhe për mua. Dhe vazhdova pastaj përsëri betejën e lutjes. Ta bekoj Zoti më tepër nga unë, më tepër nga mua, më tepër, dhe kaloj shumë kohë me këtë lutje. Dhe një moment më kujtohet në lutjen time u gëzua fryma ime, shpirti im dhe zemra ime qëndruan në praninë e Perëndis dhe thash me gjithë dashurinë që kishte vënë Perëndia në zemrën time, them, Zot, bekoj atë vëlla më tepër se mua. Dhe ditën tjetër të njëjtën, dhe çdo ditë dhe më tepër, bekoje këtë vëlla më tepër se mua. Dhe pas pak përsëri, Zot, bekoje vëllain më shumë se mua. Dhe pas pak ditësh më mori në telefon vetaj vëlla. Dhe më tha, vëlla Jorgo, të mora në telefon për të kërkuar falje. Deri tani doja të merrja dhe nuk mundja, zemra nuk më linte. Dhe i rrefeva dhe unë se çfarë më kishte ndodhur dhe mua për te. Që më tha Zoti që ta bekosh më tepër se mua, dhe të dy vazhduam të qajmë. Lavdëruam Perëndin, falenderuam Perëndin, dhe tham të falenderojmë o Zot. Dhe që atëherë jemi vëllezër të dashur. Dhe me të vërtet Perëndia e bekoi shumë atë, familjen e tij, personalisht, familjarisht, në kishë, por edhe mua, me atë lutjen e tij me bekoi edhe mua, edhe personalisht, edhe familjarisht, edhe në kishë. Bëri gjëra të mëdhaja dhe të mrekullueshme në atë, por edhe në mua. Kur ai u lut
gjeti forcën, gjeti besimin dhe më kërkoi falje për të keqen që më kishte bërë. Erdhi në vete. Por edhe kur unë u luta dhe erdha në vete dhe thash, o Zot, bekoje më tepër se mua. E pa besueshme vëllezër dhe motra. Dhe tani jemi dy vëllezër shumë të dashur me njëri tjetrin, edhe si familje, edhe personalisht, por edhe si kish. Në tjetër kish shkon, nuk thot gjë kjo se shkon në kish tjetër, jemi vëllezër në Krishtin Jezus. Vëllezër të dashur, të bashkuar me unitet, ku akoma unë lutem për te që ta bekoje Zoti më tepër se mua, por e di se edhe ai lutet për mua një lloj që të na bekojë Perëndia më shumë se sa atë. Dhe kështu përparojmë nga besimi në besim, nga dashuria në dashuri, nga hiri në hir, nga lavdia në lavdi, duke na dhënë me të vërtet gjithë lavdin, nderin dhe adhurimin dhe përuljen tek i plotfuqishmi Perëndi, i cili na mëshiroi, na bekoi, na shejtëroi dhe lavdëroi emrin e tij në jetën tonë. Të vërtetën ju them se shumë doja të flisja akoma për Diotrefin, për Dimetrin, por ajo që dua të mbaroj është ajo që thot Zoti, nuk ju quaj më shërptor të mit, miq të mit ose shok të mit ju quaj, në qoftë se bëni të gjitha sa unë ju kam urdhëruar. Sikur se bëri ai dhe bëra dhe unë ato që më dha urdhër tek mua dhe i dha urdhër dhe atij. Dhe atëherë do të flasim gojarisht, ashtu sikur se dhe tha Gjoni Gajt. Shumë kam për të shkruajtur, por nuk dua të të shkruaj me boj e pen, por shpresoj të të shoh së shpejti, dëgjoni pra vëllezër dhe motra, dhe do të flasim gojarisht. Ti dhe unë gojarisht, dhe këtë na thot edhe ne Krishti. E din çfarë do të thot, të dashur vëllezër dhe motra, të futesh në dhomën tënde të lutjes, të gjunjëzohesh, të jesh vetëm me atin tënd qiellor dhe të lutesh dhe të thuash, o Krishti im, më fol, dhe të dëgjosh zërin e tij, dhe të flasësh Zotit dhe Zoti të dëgjojë zërin tënd, dhe të bashkëpunosh, të merresh vesh me te, të zbuloj dhe të hap zemrën tënde. Një gjë. Dhe këtë do ta them edhe një herë tjetër dhe do të mbaroj edhe nëse marr 2-3 minuta, jo më tepër. Dikur kur Konstantino nipi im ishte 8 vjeç, sapo kishte pakzuar Zoti me frymën e shenjtë, u gjendëm që të dy në Kalamo atje të shtëpia në fshat që kemi, e habitshme që ishim vetëm në të dy atë natë, dhe pasi shkuam ditën, u sollëm së bashku pas ditën, vajtëm në shtëpi. U gjunjëzuam te krevati jon dhe i them Konstantine, tani që Zoti të ka pakzuar me frymën e shenjtë, kërko dhe çfarë ti kërkosh Zoti ka për të ta dhuruar. U kthye fëmia me një thjeshtësi dhe më tha, çfarë ti kërkoj o gjysh? Aty thash, po çfarë ti them? Ajo që do t'i them tani do t'i kujtohet gjithë jetës së tij. Them prit dhe shkoj në dhomën tjetër. Gjunjëzohem dhe them, o Krishti im, çfarë ti them Konstantinos? Do ta kujtohet gjithë jetën e tij dhe më erdhi Zoti përpara dhe më thot, ti thuash të më kërkoj që ta bëj shërptor timin dhe të më kërkoj që të bëhet shok i Krishtit dhe të flas me të gojarisht. Këtë se kisha parë në Bibël akoma, u habita, pastaj e pash. Dhe shkova dhe ja thash, dhe që atëherë edhe ai edhe unë është lutja kryesore e lutjes tonë. Zot na më bëj shërptor të mirë dhe besnik. Por edhe ndihmom o Zoti im dhe Perëndia im që të jem gjithmonë mik me Krishtin, që të flasim gojarisht. Amen. Perëndia t'ju bekoj vëllezër dhe motra me çdo bekim frymëror nga qielli nëpërmjet Jezu Krishtit Zotit ton.